Po flisja me një gjimnaziste këto ditë për këshillimin e karrierës. Edhe më tha që kishte provime, do presim që të mbaroj testet. Po ajo që më habiti është që nuk ishin testet përfundimtare, por janë mini teste, le të themi, mini teste në fjalë, sepse në vetvete janë teste të plota dhe goxha të ngarkuara. Kjo është një situatë që unë e vë re në përgjithësi, jo vetëm tek personi me të cilin po flisja për shkollën e saj, por me disa shkolla. Dhe kam një pyetje që më shqetëson prej kohësh. Apo i ndihmojmë fëmijët tanë të mësojnë, apo thjesht po i mbi ngarkojmë. Sepse shoh shumë fëmijë të lodhur, me detyra shtëpie të gjata, me teste pafund, me mini teste që ndonjëherë duken më të vështira ndoshta se sa mosha që kanë, ose ndonjëherë ndoshta jo të balancuara në lidhje me kohën në të cilën mund të zgjidhen ushtrime të caktuara. Ndoshta janë ushtrime që janë bërë në klasë, por mbase nuk është realiste që një test i përpiluar edhe në rastin e një nxënësi të mirë të realizohet në ato 45 minuta ose një orë kohë që i lihet nxënësve. Dhe më ka ndodhur të dëgjoj argumente si ne po i përgatisim për universitet, ose fëmijëve u thënë po ju përgatisim për në gjimnaz, ose po ju përgatisim që të keni sukses në universitet. E kuptoj, por ka një logjik dhe psikologji pas ndërtimit të bloqeve të njohurisë në bazë të zhvillimit të fëmijëve sipas grup moshës. E thënë më thjesht, me një shembull të thjesht nga jeta e përditshme. A do t'i vendosin një fëmijë të vogël një peshë shumë të rëndë mbi shpinë, le të themi 30 kg, me arsyetimin se do të rritesh dhe kur të rritesh, ti do mbash arkat e pazarit, ose valixhet kur të shkoni me udhëtime, ose karrocën e fëmijëve, apo pesha më të mëdha në punë. Jo, ne nuk e bëjmë këtë, sepse dim që trupi rritet gradualisht. Madje si prindër shpesh kemi ngritur zërin për çantat e rënda të klasës parë, të cilat shkaktojnë probleme fiziologjike të fëmijës, duke shkaktuar skolioz. Forca nuk ndërtohet duke e dëmtuar dhe duke e ngarkuar. Edhe një tavolinë, nëse ti e ngarkon më shumë se sa duhet fort që t'jetë mund të bëj bark dhe mund të çahet dikur. Kjo ndodh edhe me fëmijët. Nëse ne i ngarkojmë nga ana akademike, me idenë se duam që ato të dalin mirë, të shkëlqejnë kur të shkojnë në universitet apo jashtë shtetit, në fakt po shkaktojmë më shumë dëm psikologjik dhe emocional tek ta dhe duke bërë kaq të vështirë sa që shkolla kthehet në stres, kthehet në një vend që ato nuk duan të shkojnë dhe kthehet në një vend që nuk kanë dëshirë dhe me zë gjuminatën ose kanë probleme me oreksin apo probleme të tjera. Kur sheh disa nga sistemet më të mira arsimore në botë, sheh diçka tepër interesante. Për shembull në Finlanda, nxënësit kalojnë mesatarisht vetëm rreth 3 orë në javë me detyra shtëpie, që i bie pak a shumë 36 minuta në ditë për 5 ditë javës, pa llogaritur fundjavën. Rezultati? Kanë rezultate të shkëlqyera në arsimin ndërkombëtar. Marrim Estoninë, një vend i vogël postkomunist, shumë më afër historisë sonë se sa Skandinavia. Megjithatë sot renditet ndër sistemet më të mira në Europë në shkenca, në matematikë, shkencë, por edhe lexim. Dhe ajo që është interesante, nxënësit shpesh kanë më pak orë studimi dhe më shumë balancë sa në shumë vende të tjera. Japonia gjithashtu është duke hequr detyrat e shtëpisë për nivelin fillor, sepse mendon që në atë moshë fëmijët kanë nevojë të formohen në drejtime të tjera. Por kundërta ndodh në shumë nga shkollat tona. Fëmijët ngarkohen me detyra, sidomos në fundjavë me idenë se janë pushim. Ndoshta ka ardhur koha të pyesim, a është sasia dhe shkalla e vështirësisë ajo që prodhon suksesin apo mënyra se si mësojmë? Doja që të qartësoj diçka, sepse kjo video nuk është një kritik për mësuesit tanë, për punën e mësuesve shqiptar, të cilët besoj që kanë një punë të vështirë dhe me përgjegjësi dhe janë të përkushtuar. Mua vetë më bie rasti që të punoj me mësuesit shqiptar her pas here, por pyetja ime drejtohet ndaj përqasjes dhe metodologjisë, sepse besoj që ka mundësi që të mos kemi një përqasje të balancuar që po i ndihmon fëmijët shqiptar. Përkundrazi mendoj që po i rëndon më shumë,
sepse ato fëmijë që këtu me zija dalin ose janë në nivel mesatar janë duke shkëlqyer në sistemet arsimore të botës. Nuk është sepse sistemi arsimor i botës është më i lehtë se sa yni. Jo, e kam parë, mbështetet mbi mendimin kritik, madje ndonjëherë është shumë e vështirë. Unë vetë kam bërë master dhe ka qenë e vështirë për mua sepse unë vija nga një sistem riprodhimit të njohurisë, por jo të mendimit kritik edhe të eseve të mirëfillta kërkimore. Kështu që nuk është e vërtetë që studentët tanë shkëlqejnë sepse shkolla shqiptare është më e fortë. Unë mendoj që studentët tanë shkëlqejnë sepse sistemi arsimor është i ndërtuar mbi një bazë më të shëndetshme që merr parasysh edhe psikologjinë në ndërtimin metodologjik të lëndës arsimore dhe sidomos të ndërtimit të detyrave, të eseve dhe të atyre punëve kërkimore që bën, dhe ka një përqasje krejt tjetër. Dua gjithashtu të sfidoj edhe prindrit. Në kulturën tonë shpesh themi që po mësuesi e di më mirë. Po, mësuesi di më shumë edhe di më mirë ndonjëherë se sa ne vetë. Por ne si prindër njohim më mirë fëmijën tonë se sa kushdo tjetër, sepse ne e dim nëse fëmia ynë po fle, po ha, është i stresuar, po sëmuret sa herë që ka një lëndë të vështirë në shkollë dhe trupi i tij po reagon dhe kanë filluar shenjat e para të ankthit. Nëse fëmia yt po fle pak, është vazhdimisht i stresuar, humbet dëshirën për të mësuar, jeton vetëm nga testi në test, por po humbet gëzimin atëherë është koha që ti si prind të marrësh ca hapa dhe të bësh një bisedë të sinqertë me mësuesin kujdestar dhe mësuesit e lëndëve përkatëse ku fëmia yt po has probleme. Jo me arrogancë, jo me konflikt, por me respekt dhe me kurajo. Respekt është dialogu. Një prind i mirë nuk pyet vetëm çfarë note more sot, por pyet edhe si je, apo e përballon, si të ndihmoj. A ka diçka që mund t'i them mësuesit tënd? Dhe sepse qëllimi i shkollës nuk është vetëm nota, as shkuarja nga shkolla në kurs, nga kursi në kurs, pa patur fund, por është të formoj një njeri që di të mendoj, që ka kuriozitet, që ka karakter, disiplinë, dashuri për dijen dhe nuk e ka humbur dëshirën për të mësuar. Nëse je një mësues dhe një prind vjen me shqetësime tek ti, të lutem, mos e merr si fyerje apo si sfidim të formimit tënd, por merre si një ftesë, merre feedbackun e prindit si një çelës që të ndihmon ty të kesh edhe më shumë sukses. Dua ta mbyll me një fjalë të urtë nga Solomoni që thot çdo gjë ka kohën e vet, kurse populli ynë thot gjella me krip dhe kripa me karar. Edhe rritja, edhe të mësuarit, edhe pjekuria ka nevojë për masën e tyre dhe kohën e tyre. Ndoshta mençuria nuk është tek shtyerja e fëmijëve për të ecur më shpejt se sa ritmi i tyre, por t'i ndihmojnë të rriten në mënyrë të qëndrueshme dhe të fortë. Ti si mendon? A ka nevojë sistemi ynë për pak më shumë balancë? Po ti si prind, çfarë mund të bësh më mirë në mënyrë që fëmia yt të mos mbijetojë thjesht nga testi në test, por të ketë dëshirë të shkojë në shkollë dhe të shkëlqejë. Zoti ju bekoft edhe dëgjohemi në videon tjetër.